Përshëndetje të dashur miq, jam shumë e lumtur dhe entuziazmuar të ndaj me ju një temë shumë interesante në lidhje me qëllimin tuaj të ekzistencës. Titullohet Ikigai. Në fakt kam rënë në kontakt me këtë term nga një libër që kam lexuar para disa vite dhe në fakt kjo më shtyu që të bëj edhe më shumë një kërkim më të stërholluar në lidhje me këtë temë. Dhe në fakt të kuptoj se të gjithë njerëzit që janë të lumtur në jetë dhe që janë duke jetuar ëndrat e tyre, në fakt kanë gjetur këtë Ikigai, që ne do ta sqarojmë në këtë video se çfarë është dhe t'ju ndihmoj që të gjeni dhe ju Ikigain tuaj nëse nuk e keni gjetur ende, por nëse ju jeni në një profesion shumë bukur, ju mund të filloni diçka të dytë, por ndoshta mund të zbuloni se si në profesionin tuaj ju mund të nxirrni këtë anën tjetër që ndoshta nuk e keni theksuar, nuk e keni vënë në dukje dhe ndoshta aty shihet Ikigai juaj. Si fillim, pra, Ikigai do të thot nga japonishtja arsyeja e ekzistencës. Në fjalë të tjera, pra, arsyeja pse ju dëshironi të ngriheni në mëngjes. Ajo dëshira e zjarrt që ju bën që të ndjeni të entuziazmuar për të nisur këtë ditë e re. Dhe jo të lodhur dhe të stresuar dhe të mërzitur se përse po shkoni në punë apo në një vend specifik. Pra ju të ndjeni që po përmbushni synimin dhe misionin për të cilin ju jeni në këto momente tani gjallë në jetë dhe kjo do t'ju bëj vërtet shumë herë më të lumtur, më të shëndetshëm dhe nuk do të keni më shumë probleme shëndetësore, do të qijoni jetën tuaj më shumë, do të qijoni momentin më shumë, do të qijoni kohën me njerëzit e zemrës më shumë dhe mbi të gjitha, atë çfarë ju do të bëni, do ta bëni më së miri. Sepse kur ne ndjekim dëshirat, pasionet të ëndra tona dhe jemi shumë të mirë për ta bërë këtë gjë dhe ndihmojmë të tjerë duke e bërë këtë gjë dhe madje marrim një shpërblim si feedback për këtë gjë, ne jemi njerëzit më të lumtur në botë. Pik. Të paktën këtë kanë nxjerrë edhe studime të shumta të bëra, por edhe kjo filozofi vetë, e cila në vetvete ka vërtet shumë shembuj që tregojnë që njerëzit të cilët gjejnë Ikigain e tyre janë vërtet shumë të lumtur. Dhe po të shikoni dhe në Japoni ka shumë individë të cilët janë ndjekin ritualet, zakonet e tyre dhe të gjithë janë optimistë, të qetë, në paqe, duket sikur jetojnë pa u ndikuar nga kaosi që mund të ketë përreth. Dhe kjo është ndjesia më e bukur dhe gjendja më e bukur që ne mund të arrijmë në jetë për të qenë të lumtur, të shëndetshëm dhe të navigojmë me këtë jetë sa më mirë të jetë e mundur, sepse ndonjëherë mund të bëhet e vështirë, kaotike, por duke qenë ne në paqe të brendshme, nuk është se na impakton shumë, është si të thoni, po bie shi furtunë, po ne kemi një shtëpi të ngrohtë dhe dim që furtuna do të kalojë dhe thjesht qëndrojmë dhe shijojmë momentin në fakt. Dhe furtuna për ne mund të bëhet një arsye shumë e bukur që ne të merremi me talentet tona, të lexojmë një libër, pra të kushtojmë pak kohë vetes tonë, ndoshta familjes tonë dhe të qëndrojmë në këtë ngrohtësinë e shtëpisë tonë që në kuptimin metaforik është tempulli ynë, është trupi ynë dhe ne qëndrojmë të sigurt që asgjë rreth e qarknesh nuk na impakton. Pra nëse për mua ka qenë gjithë një motivim shumë i madh dhe kam lexuar 2-3 libra, më të them, japonez, të kulturës japoneze dhe vërtet më ka ndryshuar jetën time. Njëri prej tyre është titullohet edhe Zen, për të cilit unë u ndjeva e frymëzuar në fakt i vendos dhe emrin Machokun tim. Në fakt erdhi kështu si sapo e pash Machokun, erdhi direkt emri dhe nuk u lodha fare që ta mendoj se çfarë emri do t'i vendos. Nëse këtë është thjesht sa informacione shtesë. Atëherë, Ikigai ka të bëjë me e para, pasionet tuaja. Pra në radhë të parë në listë janë pasionet. Çfarë ju ndjeni të pasionuar të bëni? Cilat janë pasionet tuaja, dëshirat tuaja që ju doni të bëni? Dhe për këtë mund të uleni dhe këshilloj shumë që ta ndajmë këtë në hapa praktik. Pra, duke i thënë dhe duke vendosur disa hapa praktik që ju mund të bëni që t'i aktualizoni këto dhe në fund, pasi të bëni të gjitha këto hapa, ju do të gjeni Ikigain, kjo është e sigurt. Pra, të uleni dhe të bëni një listë me 5 deri në 10 gjëra për të cilat ju jeni të pasionuar të bëni. Dhe kjo mund të jetë për shembull, të pikturoni, të këndoni, të udhëtoni, merreni me një sport specifik që mund të jetë pasioni juaj. Janë shumë nga më të ndryshme, pra mund të gjeni specifikën tuaj. Të pasioni juaj mund të jetë për shembull të ndihmoni të tjerët, ju bën të ndjeni të pasionuar. Të bëni fotografi, të gatuani, të merreni me art, me rregullim rrobash, e të tjerë. Pra mund të jenë disa pasione që ju i vendosni 5 deri në 10, që ju bëjnë të ndjeni
të disni atë dëshirën tuaj si një fëmijë i vogël, të jeni të entuziazmuar për ta bërë këtë dhe që vërtet ta ndjeni që ju drejton së brendshmi. Rreth të dytë, cilat janë talentet tuaja dhe aftësitë tuaja? Çfarë ju mund të bëni më së miri, pra ku jeni të mirë? Dhe disa mund të jenë të mirë për shembull në fushën e IT-s, disa mund të jenë të mirë në fushën e artit, disa mund të jenë të mirë në matematikë, disa mund të jenë të mirë në drejtësi, për shembull në ligje, disa mund të jenë të mirë në komunikim, disa mund të jenë të mirë në fushën e mjekësisë. Pra janë të ndryshme se si ju mund ta gjeni veten tuaj, ku ju mund ta gjeni veten tuaj, aftësitë tuaja, çfarë ju dini të bëni më mirë, çfarë ju e dini që mund të shkëlqeni te kjo gjë. Nga ana tjetër, dhe për këtë mund të bëni një listë me 5 deri në 10 gjëra. Më pas, çfarë bota ka nevojë? Dhe kjo në fakt për këtë mund të kërkoni pakës, mund të bëni një kërkim të hollësishëm nëse fusha juaj është shumë specifike. Pra, thjesht shënoni për çfarë bota ka nevojë. Aktualisht, 5 deri në 10 gjëra apo sa ju mund të gjeni, ti shkruani një letër. Dhe mundësisht i keni këto letrat që mund t'i shihni më pas, pra t'i jenë fleta A4 secila, sepse kjo do të na ndihmojë në fund. Dhe kjo mund të jetë fusha nga më të ndryshme, për shembull ka nevojë në lidhje me mjedisin, ka nevojë në lidhje me mjekësinë, ka nevojë në lidhje me shpikje të reja teknologjike, me avancim teknologjik, me IT-n, pra ka nevojë në lidhje me komunikimin e disa mesazheve apo të dhënies së lajmeve në kohë reale e të tjerë të tjerë. Dhe në fund, për çfarë ju mund të paguheni? Dhe kjo për shembull mund të jetë për çfarë ju mendoni se të tjerët dëshirojnë t'ju paguajnë ju. Për shembull, nëse ju jeni një mbledhës i mirë informacioneve dhe e keni me pasion këtë pjesë dhe dini se si t'i mblidhni, ku t'i gjeni dhe dini si ta komunikoni mirë këtë mesazh, atëherë ju mund të filloni shumë bukur punë si një gazetar apo si një gazetar apo gazetare, dhe kjo mund të jetë shumë bukur profesioni juaj që në fakt është dhe pasioni juaj, talenti juaj, diçka që ju dini ta bëni më së miri dhe ky është ikigai juaj. Dhe këtë ne do të bëjmë në fund pasi ne të kemi të katërta këto fleta me secilin informacion tek secila prej tyre dhe kjo në fakt është një detyrë që ju mund ta bëni. Nëse ju jeni të interesuar, mund të më kontaktoni në email sepse unë kam përgatitur një dokument A4 ku është më e thelluar ikigai dhe me vizualizim, dhe nëse ju dëshironi mund ta printoni, mund ta mbani edhe në kompjuter dhe mund ta plotësoni. Dhe kjo do t'ju ndihmojë që të keni këto fleta dhe më pas të gjeni ndërlidhjen. Dhe ndërlidhja bëhet në këtë lloj mënyre, pra nëse ju shikoni pasionet që ndërthuret me njërin prej aftësive dhe talenteve tuaja më të mira dhe që ndërthuret me njërin prej nevojave që ka në botë tani dhe që ndërthuret me mënyrën se si ju mund të keni të ardhura. Pra do të bëjë një ndërthurje shumë e bukur midis të katërta fletave dhe ky është ikigai juaj. Dhe në këtë dokument A4 unë kam paraqitur edhe disa shembuj të ndryshëm që ndoshta mund t'ju frymëzojnë nëse ju nuk e keni gjetur ikigain dhe mund të jenë si shembuj template për ju që mund t'i merrni, mund të bazohen te këto apo thjesht një mënyrë se si mund të formohet ikigai. Nëse ju jeni të interesuar, është for free, pra ju mund ta merrni dhurat prej meje, thjesht do doja të ndihmoja në lidhje me këtë pjesë dhe kam përgatitur një dokument që ju mund ta keni gjithnjë me vete. Shpresoj të ndihmoj shumë. Shpresoj të di në lidhje me kaq sa folëm, a mendoni se i keni gjetur ikigain tuaj dhe a mendoni se do doni ta gjenit që edhe ju tani më të jeni të lumtur kur ngrini në mëngjes dhe të jeni të pasionuar në lidhje me çfarë ju bëni. Jo vetëm të punoni dhe të harxoni energjinë tuaj, por të mendoni që kjo energji që ju po hidhni në këtë punë, në këtë projekt, në këtë dëshirë, në këtë pasion, ju kthehet dhe ju shpërblehet në shumë mënyra, jo vetëm në aspektin monetar, pra ju mund të ndjeni përmbushje shpirtërore, ju mund të ndjeni shumë të lumtur tek sa e bëni këtë, sepse është pasioni juaj. Është si një fëmijë që nuk është se pret që të marrë një shpërblim monetar për një art të bukur që bën, apo për diçka të bukur, apo se po ndjek pasionet dhe talentet e veta. Dhe sigurisht që nëse del një balerinë, për shembull e shkëlqyer, kjo është diçka që mund të vijë si pasojë, pra të marrë aspektin monetar apo të marrë shpërblime të tjera. Por gjëja më e rëndësishme prej këtyre kthimeve të investimit është përmbushja që kjo balerinë po merr, që po ndjek pasionin e vet, që mundi dhe gjithçka që ajo po hedh në talentin e vet që në fakt aftësitë të gjitha duan
përkushtim, duan që ju t'i zhvilloni, sepse nuk mund të qëndrojnë. Thjesht e kam talentin, por nëse nuk bëni diçka me të, nuk është i vlefshëm, apo jo? Dhe thjesht e kam dëshirën, por nëse nuk bëni përsëri diçka që të sjellni në jetë, një mënyrë se si ta vini në jetë këtë dëshirë, ajo thjesht do të qëndrojë një dëshirë. Dhe bota ka nevojë për këtë gjë, unë e di shumë mirë, po nëse ju nuk bëni diçka me talente e dëshirat tuaja, kjo nevojë do të ngjelet e paplotësuar ose mund të plotësohet nga dikush tjetër që shumë bukur ka gjetur këtë ikigai dhe po e sjell për universin, për tokën, për kohën kur ne po jetojmë. Por edhe nëse dikush tjetër bën diçka që ju doni, as mos u shqetësoni fare. Gjithë secili është unik dhe gjithçka që ne bëjmë është unike. Dhe askush nuk mund ta marrë autenticitetin ton prej nesh. Ne jemi unik dhe çdo gjë që ne bëjmë duke ndërthurë të gjitha këto dëshira dhe pasione, që ndoshta nuk janë të njëjta për këto, por edhe sikur të jenë të njëjta, ju nuk mund të gjeni dot dy lojtarë futbolli që janë të njëjta, apo jo? Gjithsecili ka teknikat e veta, ka autenticitetin e vet, dhe edhe sikur të mundohemi ta kopjojmë, thjesht do bëjmë një kopje e tij. Sepse origjinaliteti asnjëherë nuk mund të kopjohet. Ose do të dalë shumë shpejt që është thjesht një kopje, sepse nuk ka rëndësi në fund të ditës, e rëndësishme është që ju të ndjeni të plotësuar dhe ju të ofroni atë çfarë ju jeni unik. Dhe natyrisht njerëzit që pëlqejnë këtë gjën unike tuajën do të drejtohen drejt jush, të tjerët drejt dikujt tjetër, dhe kjo është mos e normale, nuk kemi pse të ndryshojmë veten tonë që të na pëlqejnë të gjithë. Ndoshta asnjëherë nuk do të na pëlqejnë dot të gjithë. E rëndësishme është të qëndrojmë me veten tonë, ta duam veten tonë, të paktën dikush e do veten tonë, dhe më pas natyrisht të gjithë që tërhiqen drejt këtij autenticiteti do drejtohen drejt ju. Shumë faleminderit, shpresoj të keni ndihmuar shumë kjo video dhe shpresoj shumë që ju ta keni gjetur ikigain apo ta gjeni pasi të dëgjoni këtë video. Do doja shumë shembullin tuaj specifik. Pse jo, jam shumë kurioztare ta di dhe t'ju përgëzoj pakës, t'ju motivojmë pakës edhe këtu në këtë komunitet që ju të vazhdoni të ndiqni ikigain tuaj. Faleminderit, kalofshi sa më bukur, shihemi në video tjetër.